Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, ju flet Radio Zej Krishter në shtëpinë tënde. Është mesditë momenti kur e lusim lutjen gjatë pashkve mbretëreshe të qiellit. T'ia drejtojmë Zotit këtë lutje edhe për projektet tona, për dëshirat tona, planet tona. Në emër të Tatit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëresh e qiellit, gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lute për ne hyjin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi, o Zot, që në për ngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove ta ngushëllosh botën, bëj që në për nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të themi një atynë dhe një të falimi Mari për gjithë bamirësit, për shpirtrat e tyre, mbështetësit që kanë kaluar në amshim. Aty në qenë qiell u shenjtë roftë emri yt, ardh mbretëria jote, u baf vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, herplote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepo o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshin në pace. Amen. Engjëli i Zotit, Që je lojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Jemi në të njëjtën në kohën e pashkve, java e 5 e kohës së pashkve, psalterit psalmet i marrim nga psalteri javës së parë. O hyj, më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e goj madhëroni, emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavde të denja. Sepse kjo është koha, kur me vendim të padrejt, i adorsoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve, që na shtije amiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona e orës 6. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa e 3. Bëja këtë të mirë shërtorit tënd, që të jetoj e të mbaj fjalën tënde. Mi hap sy të shikoj mrekullit e ligjit tënd. Ravgues jam unë për mbi dhe, mos i fsheh para meje urdhrimet e tua. Shpirti im me këtë gjithherë, prej dëshirës së gjyqeve të tua. Ti u kërcënohesh krenarve, të mallkuar janë ata që u shmangen urdhrimeve të tua. Më liron nga poshtrimet e turpi, sepse i ruaj dëshmitë e tua. Nëse edhe princat bëjnë mbledhje e flasin kundër meje, shërbëtori yt ushtrohet në rregulloret e tua. Sepse dëshmitë e tua janë kënaqja ime, rregulloret e tua këshilltarët e mi. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë.
si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 25, urata për falje dhe për shpëtim. Shpresa nuk turpëron, thot letra Romakëve 5:5. Të ti o Zot e lartësoj shpirtin tim, hyje im, në ty shpresoj, mos lejo të turpërohem, të mos ndihen në mua armiqtë e mi. Dhe askush që shpreson në ty, mos u turproft, turpi i mbuloft ata që për asgjë tradhtojnë. Bëj ti njoh o Zot udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua. Më drejto me të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti e hyji im, shërbuesi im, në ty shpresoj gjithmonë. Të bie në mend mëshirat e tua o Zot, dhe dashuria jote që është e amshueshme. Mos i kujto fajet e rinisime e paudhësit, të bie në mend për mua sipas dashurisë sate, për hir të mirësisë sate, o Zot. I ëmbël e i drejtë është Zoti, mëkatarët i kthen në udhë të drejtë, të përvojtve u prin në drejtësi, të butëve u amëson udhën e vet. Të gjitha udhët e Zotit janë mëshirë dhe e vërtet, për ata që mbajnë beslidhjen e tij e urdhërimet. Pash emrin tënd o Zot, ma fal mëkatin, një mend është i madh. Lavdiotit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. A ka njeri që e druan Zotin, vetë Zoti ja mëson udhën që duhet të marrë. Ai do ta kaloj jetën në mirëqenie, pasardhësit e tij do ta trashëgojnë dhe unë. Miqësisht sillet Zoti me ata që e druajnë, për tua njoftuar beslidhjen e vet. Sytë e mi për herë i drejtoj të hyji, sepse ai nxjerr këmbët e mia prej lakut. Më shiko o Zot e ki dhembje për mua, sepse jam i vetmuar e i mjerë. Lehtësoj dhembjet e zemrës sime, e më nxirr nga vështirësitë e mia. Shihe për vujtrimin tim dhe mundimin, dhe mi fal të gjitha fajet e mia. Shikoj armiqtë e mi, se që shumuan, dhe më urrejnë me urrejtje të tërbuar. Ruaje shpirtin tim dhe më shpëto, mos lejo të tërpërohem pasi jam në dorën tënde. Le të më mbroj pafajësia dhe drejtësia, sepse në ty e kam vënë shpresën. Shpëtoje o hyj Izraelin, prej të gjitha vështirësive të tij. Lavdiotit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës 6 është marrë nga libri Letra drejtuar Titit, kapitulli 3, rreshtët 5b deri në 7. Hyje na shërboj në saje të mëshirës së vet, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtrirjes që jep shpirti shejt, e të cilin me begatie ndikojnë në ne në për Jezu Krishtin shëlbuesin ton, që të shfaqsuar me anë të hirit të tij të jemi në saje të shpresës, edhe trashëgimtar e të jetës së pasosur. Nxënësit e panë zotërin, aleluja. Dhe mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hyj, ti me hirin tënd prej mëkatarëve na bën të drejtë e prej të mjerëve të lumtur. Vazhdoje veprën, shtoje dhuratën, na shfaqsove me anë të fesë, mos na e mungo forcën e qëndresës, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, patët mundësinë që së bashku ta lusim orën e mesme, ku do qofshi ju bekov dhe ruajt ju gjithë pushtetshëm, Ati i Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen. Qofsh lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.